Ndonse ditët e para të muajit qershor nuk kanë qenë shumë të favorshme për turizëm dhe plazh, mira shtetas kosovar po i drejtohen Shqipërisë për të kaluar ditët e pushimit. Kjo tregohet nga fluksi që shënohet në pikat e kalimit kufitar të qarkut të Kukësit, që e lidhin vendin me Kosovën. Kështu sipas statistikave të marra pranë Drejtorisë së Kufirit dhe Migracionit, bëhet e ditur se për periudhën 1 qershor-10 qershor, në pikë kalimet kufitare është regjistruar fluks i hyredalive të njerëzve dhe mjeteve. Në hyrje shtetas shqiptar dhe të huaj numërohen më shumë se 29.061, ndërkohë që në dalje janë shënuar më shumë se 43.157 shtetas. Ndërkaq në hyrje të kufirit është shënuar një numër i madh automjetesh, numri i cilëve arrin në 14.801, ndërkohë në dalje kanë qenë 19.039 mjete. Në pikat e kalimit kufitar nuk ka probleme të funksionimit të pajisjeve të kontrollit të dokumentacionit, ndërkohë po punohet kështu në mënyrë normale. Fluksimi i madh regjistrohet në fundjavë. Nga data 15 qershor dhe më pas, pritet të ketë më tepër lëvizje ndërmjet pikave të kalimit kufitar.